Një skandal i vërtet u regjistrua me shpërndarjen e biletave nga Federata Shqiptare e Futbollit për ndeshjen Shqipëri-Serbi, ku kreu i FSHF-s Armando Duka la jashtë tifogrupin tifozat kuqezi, duke u justifikuar me faktin se biletat do të shpërndaheshin me shorte për ta patur mundësinë çdo kush që t'i merrte, por duke se shorteu ishte thjesht një kamuflim për të lënë jashtë kritikat e FSHF-s dhe biletat të shpërndaheshin miqve të Armando Dukës. Në shkallët e stadiumit kamera filmoi shumë vajza të showbizit shqiptar, si Eriola Doçi, Rike Roçi, Luana e Marina Vjolca, Juliana e njohur si Xhuli Nura, po ashtu edhe Ermal Mamaçi me Amin, Arber Ajdari, prokuror të Spakut, drejtorët e drejtorive, drejtoresha e SHish Vlora Hyseni, ministër e ministra, por edhe analistët që shohim çdo natë nëpër studio. Zor të besohet se shorteu i kishte përcaktuar si fitues të gjithë këta VIP-a, biletat në fakt janë përdorur thjesht si qoka. Këtë gjë e kanë nxjerrë zbuluar vetë një prej protagonistëve, ish banorja Big Brother VIP Kosova, Juliana Nura, e cila teksa u pyet mbrëmjen e deshme në një emision në Kosovë, nuk nguroi që të jepte një përgjigje të sinqertë se biletën ja kishte dhënë Armando Duka pas një telefonate, madje nën cop, siç ja kishte kërkuar. Nuk e dia mund ta them publikisht, por i kam bërë një telefonat Armando Dukës, nuk e kam marrë me short, por përmes kontakteve që kam në Shqipëri, u shpreh Juliana, e cila tha se Duka i kishte siguruar jo një, por 9 bileta. Fati është pak edhe si e bën punën. Kam vite që ndjek kombëtaren, jam rritur në një familje sportistësh, kam qenë gjithmonë pranë sportit dhe kjo më ka ndihmuar të jem pjesë e çdo ndeshje të rëndësishme të Shqipërisë, shtoi më tej Juliana Nura. Po ashtu gjatë emisionit Live from Tirana, modelja Juliana Nura komentoi bujën që u krijua për biletat e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Ajo konfirmoi se biletat i ka siguruar pas një telefonate me njerëzit e Armand Dukës, dhe pse ky i fundit ka deklaruar se nuk e njeh. Unë i kam marrë biletat online, por edhe disa me telefonat nga stafi i tij për të shmangur rëmujën në stadium. Kjo është një ndeshje shumë e tensionuar dhe ishte e rëndësishme që tifozët kuqezi dhe plicat të kishin akses, tha Juliana, ndërsa për deklaratën e Dukës ajo shtoi: "Nuk e kam parë atë që ka thënë, por nga mënyra se si vepron, unë mendoj se ai e ka privatizuar Air Albanian dhe kombëtaren. Nuk është e drejtë që tifozët kuqezi të mbeten jashtë." Juliana theksoi se ai njeh Dukën vetëm nëpër takime të rastësishme. "Kur kam qenë në Tiranë në Air Albania e kam asur disa herë, i kam dhënë dorën, por kaq", tha ajo.